Edhe kur përpiqesh të rish në heshtje, i bezdis njerëzit. Ti nuk do t'i shqetësosh ata, e pra, heshtja jote i shqetëson akoma më shumë. Ka njerëz që nuk i intereson fare jeta jote. Mund të mos japësh lajme për 10 vite, dhe nuk do t'i bëj as pyesim për ty. Por ka edhe të tjerë. Atyre u djeg fakti që ti nuk flet, që nuk poston, nuk tregon, nuk shfaq jetën tënde në rrjetet sociale. Këta njerëz nuk duan të dinë nëse je mirë apo jo. Ata duan vetëm informacion, për të krahasuar, për të gjykuar, ndoshta për të kuptuar nëse duhet të pendohen apo jo. Dhe shpesh janë po ato njerëz që ti ke larguar nga jeta jote. Por ja që ata akoma përpiqen të futen në jetën tënde, dhe jo për të sjellë të mira, por për qëllimet e tyre që nuk arritën t'i përfundojnë kur ishin aty me ty. Prandaj mos haro kurrë. Çfarëdo që të bësh, njerëzit do të flasin, edhe nëse bëhesh fantazma.